çështja është që kryeministri shqiptar para se të hyjë në polemik populiste, sepse është Rama për përgjigjet populizmit farazh me populizmin e vet. Pra Rama po sillet sikur po mbron shqiptarët nga paragjykimet, sikur po përleshet me albanofobët britanike etj. Ndërkohë që në thelb ajo që ne duhet na shqetësojë është a është vërtet ky fenomen, dhe ky fenomen është. Dhe ky fenomen nuk mund të jetë nëse krimi nuk gjen favorizim këtu në Shqipëri. Pra ne kemi rritje të kriminalitetit në Shqipëri pa eksportojmë kriminalitet pastaj në vende të tjera. Dhe kjo sigurisht nuk ka bëjë me imazhin e shqiptarëve, sepse prapë sido që të jetë shumica e shqiptarëve nuk shkojnë në Britani për të bërë shtëpibarje apo për të vjedhur apo shkojnë për të punuar, shkojnë për të marrë djersën e tyre etj. Por gjithsesi, eksportimi i krimit nga Shqipëria duhet na shqetësojë në lidhje me gjendjen e krimit në kriminalitetit në vend dhe faktit që këtu kriminaliteti nuk luftohet seriozisht nga shteti. Ky është them problemi, thelbi. Po, baton? Se ti po shkonde ti si unë? Jo, përse nuk e di si e trajtoj tonim ato që pada me thonë, e thash po, me gjitha to në du të thëmë vishë një që, krimi o profesion. Dhe me qenë se është profesion, unë nuk e mvesh me grupe etnike, po për faktin që janë shqiptar, neve na akuzojnë për gjërat tilla. Atje nuk shkon të kryj krim, as të vjedh në emën të shqiptarës apo së Shqipërisë. Dhe jo, që baton, nuk është çështje tek sa i lartë është, se unë besoj që ka emigracion kriminal. Domethënë nuk është problemi se shqiptarët janë në përqindje më kriminalë se të tjerët, siç pretendon ta shes Farage. Çështja pse në Angli, sepse në Angli janë këto shtëpitë e barit dhe shumë prej shqiptarëve që kanë shkuar atje kanë hapur shtëpitë bari, kanë rekrutuar, kanë sjell njerëz të tyre, pra e kanë krijuar si biznes këtë punë dhe kjo ka prodhuar. Një vepër penale që në Holand nuk është vepër penale, në Britani është. Domethënë, unë nëse Rotterdami, porti Rotterdamit i ka 22 miliard qarkullim të po themi të drograve të ndryshme, që gati janë legale, ose janë të legalizuara, që të themi na për sistemin e drejtësisë, i cili dikun më larg i dënon me 10 vjet. Kjo nuk e dekriminalizon dot trafikun. Dhe tash, ata ballavaçohen me një ligj. Ligji në Britani të madh është i fortë. Unë dakord, e kuptoj që Farage është populist dhe kërkon që të përdor ndjesitë ose emocionet ksenofobike që ekzistojnë jo pak në shoqëritë perëndimore për shkak të emigracionit dhe sigurisht që bën lojë me këto për të fituar vëmendje publike dhe për ta përdorur atë për interesat veta politike. Por gjithsesi debati vlen të shtrohet dhe të bëhet mendojnë me objektivitet. Unë sigurisht nuk e pranoj atë që ose arsye pse Farage bën këtë. Unë nuk besoj që Farage bën këtë se urren shqiptarët, por Farage bën këtë për t'i fryrë sentimentit ksenofobik brenda shoqërisë britanike. Megjithatë çështja është këtu, a kanë vërtet shqiptarët nivel të lartë kriminaliteti nëpër BE, nëpër vendet kudo ku ata shkojnë. Dhe unë shoh që sado që Rama ndoshta ka drejt në pjesën ku i thotë që nuk është 1/50 raporti, ama raporti është shumë i lartë. Unë bëra u futa ylli në Google, e bëra një search kështu thjesht, sa për të testuar shifrat. Edhe rezulton që vërtet nuk është raporti 1 me, po themi, sa është numri i emigrantëve. Ai thotë që është 40.000, 50.000. Rama thotë që është më shumë. Pra, jo, e kam tani këtë pyetje. Që do hysh dhe ti. Okej, dakor. Por do të thonë ideja që ndron këtu unë pres që kryeministri im nuk ka nevojë të bëj spektakël me Farage të bëj këtë lojë. Jo, edhe e bën atë politikisht e bën ai. Jo, dakor, po problemi është që para se të bëj këtë do të mbaj përgjegjësi për. Ne duhet i themi, unë kam përgatitur edhe pyetje pse duhet i themi se krimi shqiptar është shumë në lulëzim, dhe në Britani është kështu. Dhe unë do ta hedh me këtë pyetje. Duhet të them këtu, për te do të nxjerr një tabel. A ka pjesë vërtet aty? Kjo është pyetje. Ta themi këtë pjesën tjetër. Këtu nuk ka të vërtet për mua. Se unë paktën unë e njoh këtë vend dhe e njoh këto. A ti them shifrat që bëra unë Google, bëra një search Google, ja. Po ja, ti po them unë këto. Okej, në rregull. Kush ka të drejtë po thua ti për shifrat në këtë përplasje? Më ndihmon dhe me zonjën Zama që në qoftë se ka dhe nuk e di si e ka qëndrimin zonja Zama për këtë problem, por dhe bashkë me ju që keni këtë qëndrim që ta tani, po dhe kolegët e tjerë. Sa është popullsia e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar? Rama
mendoj unë, ka të drejtë për shifrat pasi llogaria që bën Farage për numrin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar është thjesht numri i censit të fundit. Po. Që Nuk merr parasysh shqiptarët që nuk e kanë plotësuar censin, shqiptarët pa dokumentacion, e të tjerë. Bile dhe këta që fut në burg, ta thot një në kaq, po nuk i quhen burgosur. Nuk i quhen shqiptar, këta të burgosur. Në rregull. Për t'i mbledhur të shifra e përgjithshme. Dhe Tu ka drejtë Rama në këtë pjesë. po në këtë pjesë, sepse pjesë e tjera tani. Por ama Numri i popullsisë së shqiptarëve lart shifra. ja sa vlerësohet. 120 deri në 140.000 vlerësohet realisht. Kaq. Po. Megjithatë ata që nuk plotësojnë dokumentacione për shkak të qenë ilegal, Ata që kanë plotësuar dokumentat. dhe ata që nuk shkojnë. Po ata që po nuk shkojnë, më shumicë nuk shkojnë. Po, normal. Në Britani nuk shkojnë fare për censin. Dhe është kjo shifër. Por kjo pastaj, si që diskutojmë pas, nuk është se ti jep të drejtën për të që ti ke drejt ti në këtë pikë. Zama, ti tani në bazë të statistikave, çfarë mendon për këtë gjë që thash unë drejt tani? Për të raportuar faktet, citimi që i bën Farage është një shkrim i The Guardian i bazuar në një llogaritje që ka bërë të numrit të shqiptarëve, të cilët janë të dënuar edhe që janë duke vuajtur dënimet në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar, dhe me kryqëzimin e të dhënave të censusit të fundit që është bërë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2021. Kjo llogaritje agregate nga ana e The Guardian është bërë me metodologjinë që 68.672 shqiptar rezultojnë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe janë përgjigjur censusit duke u zotuar që janë shqiptar. Nga këta 15.800 nuk kanë pasaport britanike, kështu që netimi që bëhet, shifra që del është 52.000. Kjo pjesëtuar me 1.227 që ka qenë në kohën që ka bërë shkrimi The Guardian, numri i shqiptarëve që vuanin dënimet në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar, i bie që 2% e shqiptarëve janë të burgosur, ose 232 shqiptar për 10.000 banor, ose 1 në 50 shqiptar. Tani, të dhënat më të besueshme sa i takon një popullate që jeton në një vend të caktuar, janë të dhënat që merren zyrtare, dhe të dhënat më të matshme, më të sakta që merren për referencë kudo, janë të dhënat e censusit të popullatës. Pastaj, nëse ti merr dhe bën interpretime të ndryshme që unë vlerësoj që mund të jenë 100.000, 140.000, 200.000, apo edhe më pak se kaq, ato mund të jenë deri diku të sakta, por asnjëherë nuk mund të fitojnë si nuk po them, po kur përderisa themi Ola, përderisa themi 120 deri në 140, do thotë që nuk janë sakt. Asgjë s'është sakt, por censi nuk është absolutisht i saktë. Edhe në Shqipëri, jo më në Britani, që nuk e çan njëri kokën të regjistrohet si shqiptar. Nuk është shumë e rëndësishme. Ka penalitete nëse nuk regjistrohet. Ai ka gjetur se ju përgjigjesh në census dhe je ilegal. Ju situat gabimisht nëse zotohesh për këtë. Gabimisht cituat The Guardian, nuk është The Guardian, është Telegraf.